Falëndrimet tona të panumërta janë për Allahun te barek ve teala. Zotin ton pafund dhe falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, mbështetje, udhëzim në furnizim kërkojmë. Këndo udhëzon Allahu në rrugën e drejtë me mëshirën e Tij të pamatur, nuk ka kush që mund ta humbë ta devijoj. Ndërsa për të humburin dhe të devijuarin ta dim dhe të jemi të bindur se nuk ka udhëzues, drejtues tjetër posa Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë me bindje të thellë, e cila buron nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit se nuk ka Zot tjetër posa Allahut që meriton adhurim, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i Tij. Paqja, bekimet dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij trima besnik dhe mbi gjithë besimtarët që me ndershmëri e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Dashur vëllezër besimtar, pafund dhe falenderojmë Allahun te baraka ve teala nga se më të vërtet edhe mirësitë e Tij ndaj nesh janë të panumërta. Thot Zoti në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nuk do të mundeni asnjëherë që t'i përkufizoni mirësitë e Zotit ndaj jush, nga se më të vërtet ato janë të vazhdueshme dhe të ripërtrirshme. Dashur vëllezër besimtar, e falenderojmë Allahun te baraka ve teala që edhe në këtë ditë të bekuar të xhumas, në këtë muaj të bekuar, në muajin e begatshëm të Ramazanit, na mundsoi Allahu t'i përgjigjemi thirrjes së Tij të bukur kur na urdhëroi në Kur'an duke thënë: "O ju që keni besuar, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'." O ju që keni besuar, kur ta ndëgjoni thirrjen për namazin e xumas, mos thuni hajtë se ka vakt shkojnë xhuman tjetër, ose mjafton se po i fali sonte teravit. Jo vëllazër. Thot Zoti: nxitoni tek përmendja e Allahut dhe lini përkutësisht dynjat dhe punët e saj. Lini tregtin dhe punë tjera, nga se kjo është shumë më e mirë dhe më e dobishme për juve, sikur ta dinit. Dashur vëllezër besimtar, jemi në muajin e begatshëm të Ramazanit, muajin cilin hapen gjitha dyert e xhennetit dhe asnjë derë prej tyre nuk mbetet mbyllur. Muajin cilin mbyllen gjitha dyert e xhehenamit dhe asnjë derë e zjarrit nuk mbetet hapur. Jemi në muaj që Allahu te baraka ve teala për të na lehtësuar neve që të jemi xhenetli i prangosi shejtanët dhe djajt kryeniç. Jemi në një muaj në cilin thret një thirrës nga Allahu te baraka ve teala duke thënë: "O ti që synon me bë punë të mira, afro se kjo është sezona jote." Jemi në një muaj ku Allahu te baraka ve teala për çdo natë të Ramazanit i përgëzon besimtarët me xhennet. Elusim Allahun të jemi prej tyre. Dashur vëllezër besimtar, a thu vallë ndaj këtyre begative të Ramazanit dhe jo vetëm, cila është hisa jonë, sot do të mund të marrim nga këto begati? Dashur vëllezër besimtar, muaji i bekuar i Ramazanit duhet në jetën e besimtarit të ngjasoj një hije dhe një strehe ku besimtari strehohet dhe ik nga telashet, nga sprovat, nga problemet e dynjas. Strehohet në hijen e Ramazanit, në mëshirën e Allahut te baraka ve teala, larg telasheve të dynjas. Duhet ta krahasojmë veten me Musain alayhi salatu wassalam, pasi që u largua nga vendi i tij dhe i gjithë populli e ndjekën që ta vrisnin. U largua pasi që e bërë një punë të mirë, u ul në hijen e një pemës duke thënë: "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." O Zot, jam fukara dhe nevojtar për çdo begati dhe çdo lloj mirësie që ti e derdh mbi mua. Prandaj duhet ta shijojmë Ramazanin dhe ta ndjejmë nevojën tonë për të, ashtu siç Musa sallallahu alaihi wasallam u strehua në hijen e pemës, i u përgjërua Allahu te baraka ve teala, duke kërku çdo lloj begatie që Zoti e zbrit mbi të. Edhe ne të kërkojmë nga Allahu dhe ta kemi gjendjen e Musait alayhi salatu wassalam, ku e luti Zotin me plot përgjërim. Dashur besimtar, vetëm në këtë formë nëse e shohim Ramazanin,
do të marrim dhe të përfitojmë nga begatit e tij të shumta. Ta lutim Allahun në Ramazan, siç e luti Ejubi alayhi salatu wassalam, një nga pejgamberët e Zotit, i cili u sprovua shumë në shëndetin e tij, në pasurinë e tij, në familjen e tij, po zemrën e kishte të mbushur me Allah. E pasi u sprovua një kohë gjatë, turprovai ta lutte Zotin. Tha se Zoti më ka thënë jetën begati. Më në fund i u drejtua Allahut me përgjërim duke i thënë: "Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin." O Zot, më ka kapluar keqja. Më ka kapluar një sprovë e madhe dhe më të vërtetë Allah ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Ti jetë kjo gjendja jonë në Ramazan, dashur besimtar, kur i përgjrohemi Allahut te baraka wa taala dhe nga i kërkojmë që ai të na përmirësoj gjendjen tonë. Ta lutim Allahun te baraka wa taala siç e luti Yunusi alayhi salatu wassalam, i cili ishte në tmerr, ishte në 3 errësira. Në errësirën e natës, në errësirën e thellësisë së detit dhe në errësirën e barkut të balenës. E luti Allahun duke thënë: "La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." O Zot, nuk ka tjetër post teje që meriton adhurim, i lartësuar dhe i pastër nga çdo emetje ti, o Allah. Falë më mëshiro se më të vërtet isha nga zullumçarët. Pashallahu në vllazën, nëse nuk e shohim Ramazanin dhe nuk është gjendja jonë si gjendja këtyre pejgamberëve, vështirë të dalin fitimtar. Të dashur besimtar, padyshim se Ramazani vjen të na thyejë mendjemadhsinë tonë, na bën gjithëve të barabartë, siç na bëri në umre dhe në haxh, pa dallim, gjithë të veshur me një rrobë të bardhë, për t'ia treguar nefsit dhe shpirtit se inna akramakum indallahi atqakum. Se njeriu më me vlerë dhe më i privilegjuar tek Allahu te baraka wa taala është ai i cili është më i devotshëm. Ai na kujton se pa marrë parasysh sa kemi llogaritë tona bankare, pa marrë parasysh se çfarë vetura vozisim, pa marrë parasysh a jetojmë në pallate apo kudo tjetër, gjithë jemi të barabartë për Allahut te baraka wa taala. Në ngjall ndjenjen e varfërisë për Allahun te baraka wa taala. E jo më këtë janë lutë selefi duke thënë: "Allahumma aghnina bil iftiqari ilejk." O Zot, na pasuro neve dhe zemrat tona duke na bë shumë të varfër për ty, ja Rabbel Alamin. A thuvall, si ndikon në Ramazanin jetën e besimtarit? A është qëllimi i Ramazanit që të mbesim vetëm të uritur dhe të etër? Të mbesim pa fjetë natën dhe të lodhemi duke falë taravit? Jo vllazën. Thot Allahu në Kur'an: "O ju që keni besu, është bë juve obligim agjërimi Ramazanit, siç ka qenë obligim edhe për popujt që kanë qenë para jush. La'allakum tattaqun, që Ramazani t'ju ndryshoj juve, që t'ja mbush zemrën me devotshmëri dhe me frikë respekt ndaj Allahut te baraka wa taala." E nëse prej Ramazanit ton po e shohim se nuk kemi marrë gjë tjetër vetëm se urinë dhe etjen dhe lodhjen namazin e natës, ende kemi kohë që të reflektojmë, ende kemi kohë që të flasim zemrave dhe shpirtave ton dhe ti çortojmë ata tek Allahu te baraka wa taala. Nga se po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Thot sa ka për agjëruesve që nuk përfitojnë gjë tjetër nga agjërimi i tyre pos urinë dhe etjen. "Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Dhe sa për atyre që falen natën nuk përfitojnë nga namazi i tyre pos se pa gjumësin edhe lodhjen. Prandaj kemi kohë që ta kontrollojmë veten tonë. I mençur dhe vigjilent është ai person i cili i dit metat e vetes tij dhe merr masa për të përmirësuar. Dashur besimtar, muaji i bekuar i Ramazanit, prej mësimeve të tjera që na jep, se na bën shumë falëndërues ndaj Allahut te baraka wa taala, e të qenurit falëndërues është për qëllimeve tjera të muajit të bekuar të Ramazanit. "Wa la'allakum tashkurun", që t'jeni falëndërues, po thot Zoti në ajetin e Ramazanit, t'jemi falëndërues ndaj Allahut për këto begati të mëdha që na ka jap.
Të jemi falendërues ndaj Allahut për një natë që e kalon në këtë muaj të bekuar, natë në cilën e zbriti Kur'anin, për natën e Kadrit, e cila është më e mirë se një muaj. Jo një muaj vëllazë. Është më e mirë se një muaj. Ta falenderojmë Allahun për sofrat tona që i kemi me bollëk. Neve na ka plënë uria dhe etja, po e dim se ku të vjen iftari, e kemi shtëpinë plot, elhamdulillah. E a thu vallë që është gjendja besimtarëve në përbot? A thu valla çdo besimtar dhe çdo besimtare ka për të hangër dhe për të pi? Si është gjendja vëllezërve tonë besimtarë në Gaza dhe në shumë vende të ndryshme të botës? Prandaj Allahu te baraka wa taala përmes Ramazanit po na ngjall ndjenjën e empatisë dhe po na mëson të solidarizohemi me të tjerët, duke shpërndarë nga ajo që Zoti na ka jap, po padyshim se me shumë kompenzim. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men fattara sa'ima." Kushdo që ndan nga ajo që Zoti i ka jap, duke ushqyer një agjërues, thot i takon shpërblimi i plot i atij agjëruesi, pa ju paksuas agjëruesit asnjë fije shpërblimi. Allahu akbar. Po flasim për Ramazanin dhe për përgatitjet e tij. A jemi të vetëdijshëm vëllazën që një iftar më ia kthy dikujt? E kemi shtu në konton ton shpërblimeve edhe një ditë tjetër të Ramazanit. Dhe shpesh kur e kemi gjendjen e imanit shumë të ngritur, thojmë ta kish lënë Zoti Ramazan këtë vitin. Jo vëllazë. Çdo 30 ditë ti kryjmë çu duhet, të jemi falendërues. Po brenda 30 ditëve Allahu po na mundson që këto ditë shtohen shumë thjesht. Ti japim dikujt iftar. Me 5-6 euro vëllazën mundemi që dikënd ta gëzojmë me nevojtar, duke filluar nga familjarët tonë dhe pastaj tek nevojtarët. E dashur vëllezër, Allahu te baraka wa taala po na jep këtë mësi sa jemi gjallë në jetën e kësaj bote. E po na tregon Zoti gjendjen tonë faktike dhe të atyre që kanë bërë zullum në jetën e kësaj bote, duke thënë: "Walau anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adhabi yawm al-qiyamah." Sikurse njeriu ta posedon të gjithë dynjan, edhe një herë më shumë se ajo, do ta jepte në ditën e gjykimit vetëm që të shpëtonte nga dënimi i Allahut te baraka wa taala. Dhe jo vetëm kaq. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Atë ditë besimtari do të ikë nga vllau i tij, do të ikë nga nëna, nga baba, do të aflijoj veten e tij me fëmijët e tij, me gruan e tij dhe me gjithë familjen e tij. Thumma yunji, me vetëm në arsye që të shpëton nga dënimi i Allahut. Dhe thot Allahu: "Yubassarunhum", i sakrifikon ata duke i pa, edhe nëse i shet duke u dënu, thot po du me i sakrifiku që të shpëtoj. Yawma la yanfa'u malun wala banun, atë ditë nuk bën dobi pasunia. Prandaj të shpenzojmë në rrugën e Allahut te baraka wa taala. Dhe të marrim begatitë e mëdha të Ramazanit, nga se dietarët po thonë se me punëve më të dashura tek Allahu pas kryes së obligimeve është edhe që ti ushqejmë të varfrit. Në këtë muaj të bekuar, besimtari duhet të reflektojë edhe me gjuhën e tij, duke u larguar nga fjalët e kota dhe nga puna me to, dhe të dallohet me fjalën e mirë, nga se po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa." Edhe fjala e mirë që besimtari e fol është sadaka dhe është lëmosh. Dhe punët dhe shpërblimet në Ramazan janë të shumë fishuara, dashur besimtar. Po ashtu, për fund, na mëson në Ramazani se si duhet të jetë modeli jonë perfekt në jetën e kësaj bote. Pa marrë parasysh kënaqësive të jetës së kësaj bote, besimtari ndjen kënaqësinë më të madhe në adhurim dhe në përkushtim ndaj Allahut te baraka wa taala. Ni'matun la yuwaziha ni'ma. Adhurimi Allahut te baraka wa taala është një nimet, është një mirësi, një begati që nuk krahasohet dhe nuk barazohet me të asnjë begati tjetër. E gjendjen më të mirë të imanit besimtari e ka ose duhet ta ketë në Ramazan. Dashur besimtar, thot Allahu në Kur'an:
Innal ladhina yatluna kitab Allah, ata të cilët pa ndalë lexojnë librin e Allahut te baraka ve taala. E falin namazin duke filluar nga namazet obligative, nga sa Allahu po thot wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilay. Thot nuk ka mundësi që besimtari më ofru tek unë me ndonjë punë që unë e du më shumë se sa duke i zbatu farzet dhe obligimet. E nëse i kryjnë farzet, pastaj e hap derën nafileve. E nëse vazhdon me nafile, thot Allahu do ta dua atë. E të mos flasim se çfarë grade e lartë është me na dashur Allahu te baraka ve taala. Pastaj elusim Allahun dhe ai na jep, kërkojmë mbrojtjen e tij dhe ai na jep siguri. Dashur besimtar të Allahu te baraka ve taala, për të na treguar në Ramazan që këtë energji ta marrim me vete edhe pas Ramazanit. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kushdo që nga besimtarët, qoftë burr apo grua, bën punë të mira duke shpresuar në shpërblimin e Zotit për duke qenë besimtar, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Patjetër do ta gëzojmë dhe do t'ja mundsojmë atij jetën më të mirë. Dhe kënaqësia e plotë në këtë dynja dhe shpëtimi në botën tjetër nuk është ndryshe vetëm se në bindjen dhe Allahu te baraka ve taala. Dhe Allahu thot se do të shpërblejmë në bazë punës më të mirë që e kanë bërë. Në anën tjetër, dashur besimtar, e kuptojmë në Ramazan që shpëtimi jonë është në bindjen ndaj Allahut, e jo duke i kundërshtuar urdhrat e tij. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Dhe kushdo që ja kthen shpinën në udhëzimin tim, ai do të jetojë mirë në jetën e kësaj bote dhe do të jetë i humbur ditën kur del para Allahut. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Do ta ngjallim dëverbër ditën e gjykimit. E ky person i cili ka pa me syt e ballit në këtë dynja, por nuk ka pa me syt e zemrës, po pyet Allahun: "Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira." O Zot, pse më ke ngjall dëverbër? Në dynja kam pa me syt e ballit. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Thot, të erdhen shumë këshilla nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pa dhe ajetet e Allahut, i ndëgjove këshillat e Zotit dhe i la ato pas shpinës, dhe në këtë ditë do të jetë harruar. Elusim Allahun te baraka ve taala që të na bëj prej atyre siç e përgëzoi Allahu në surën Az-Zumar: "Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Besimtar të vërtetë dhe të udhëzuarit në rrugën e Allahut janë vetëm ata cilët nga ajo që ndëgjojnë, kuptojnë dhe më të mirën e praktikojnë. Elusim Allahun te baraka ve taala që të na mbush zemrat tona me iman dhe me bindje në Zotin. Elusim Allahun që hisën më të madhe që Zoti e ka dhënë në Ramazan të na mundsoj të arrijmë. Elusim Allahun të na i falë mëkatet tona, të na i largoj brengat tona, të na mundsoj të përmbushim Ramazanin qysh Allahu është i kënaqur. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.